A duhet të bëni dush në mëngjes apo në mbrëmje? Dushi është një zakon i përditshëm, por pyetja mbetet, a është më mirë ta fillosh ditën me një dush në mëngjes apo ta mbyllësh me një dush në mbrëmje? Siç pohon Health, përgjigjja nuk është aq e thjeshtë dhe do të varet nga preferencat dhe stili juaj i jetesës, pasi të dyja kanë avantazhet e tyre. Nuk ka një zgjidhje të vetme për të gjithë. Një dush në mëngjes mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të zgjuar, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe për të filluar një jetë të re, veçanërisht nëse jeni më të prirur ndaj djersitjes gjatë natës. Ndërkohë, një dush natën ndihmon në largimin e djersës, ndotjes, kremit mbrojtës nga dielli dhe mbeturinave mjedisore, thot dermatologia Hana Kopelman. Dush në mëngjes. Dermatologia Ane Andrienko thot se një dush në mëngjes mund të përmirësoj qarkullimin e gjakut, t'ju zgjoj dhe të largoj djersën pas gjumit. Një dush në mëngjes mund t'ju ndihmoj të filloni ditën duke u ndjerë të fuqizuar dhe të rifreskuar. Sipas një studimi nga Fondacioni i Gjumit, 73.3% e njerëzve thonë se ndihen të rifreskuar ose plot energji pasi bëjnë dush në mëngjes. Gjithashtu, dushi në mëngjes përmirëson qarkullimin e gjakut, zvogëlon inflamacionin dhe lehtëson dhimbjen, veçanërisht nëse kaloni në ujë më të freskët para se të dilni jashtë. Të përdredhurit dhe të rrotulluarit gjatë natës mund t'i lërë flokët të ngatëruar në mëngjes, por dushi në mëngjes mund t'ju ndihmojë të mbani flokët në vendin e duhur. Nëse keni tendencë të djersitni ndërsa flini, një dush në mëngjes mund të zvogëlojë erën e trupit dhe t'ju ndihmojë të ndiheni të freskët dhe të pastër. Dushi në mëngjes ndihmon gjithashtu në largimin e ëndjes nga lëkura, si dhe e përgatit atë për ruajtje ose aplikimin e grimit. Disavantazhet e një dushi në mëngjes. Edhe pse një dush në mëngjes mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të filluar ditën, ka disa disavantazhe. Të japësh përparësi dushit të mëngjesit do të thotë që akumulimi i papastërtisë, djersës, polenit, kremit kundër diellit dhe ndotjes nga dita mbetet në lëkurën tënde dhe në shtrat ndërsa flen. Nga perspektiva e shëndetit të lëkurës, dermatologia Kopelman thotë se preferon dushin çdo natë për të parandaluar grumbullimin e njollave që mund të bllokojnë poret ose të çojnë në acarim. Nëse dushi juaj i mëngjesit përfshin larje të përditshme me shampo të ndjekur nga stilimi me nxehtësi, mund të jeni duke i stresuar flokët. Veçanërisht nëse flokët tuaj janë tashmë të prirur ndaj këputjes. Në fakt, dermatologët thonë se flokët e thatë ose me teksturë mund të mos kenë nevojë për larje të përditshme. Një dush i ngrohtë në mbrëmje mund t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të qetësoheni, duke i sinjalizuar trurit tuaj se është koha për t'u çlodhur. Mund të lani papastërtitë dhe mbeturinat e ditës dhe të flini duke u ndjerë të pastër. Edhe nëse zgjidhni të bëni dush në mëngjes, është ende e rëndësishme të keni një rutinë të kujdesit të fytyrës në mbrëmje. Një dush në mbrëmje njihet për ndihmën që ju jep për të çlodhur dhe për të përmirësuar gjumin tuaj. Një dush natën ju ndihmon të relaksoheni. Gjithashtu nxit temperaturën e trupit tuaj të bjerë më shpejt dhe i sinjalizon trurit tuaj të flejë. Dushi natën nxit higjienën e lëkurës duke larguar gjithçka, nga kremi mbrojtës nga dielli dhe grimi, deri te ndotja dhe poleni. Gjithashtu zvogëlon irritimet dhe shpërthimet e akneve. Lëkura juaj ripërtërihet brenda natës, kështu që aplikimi i kremit hidratues pas dushit mund të mbështesë shëndetin e lëkurës suaj, të ndihmojë në ruajtjen e lagështisë dhe ta hidratojë atë. Disavantazhet e dusheve në mbrëmje. Edhe pse një dush në mbrëmje mund të jetë i shkëlqyer për të çlodhur, ka disa disavantazhe. Nëse i lani edhe flokët, të shkoni në shtrat me flokë të lagur mund të shkaktojë fërkime ose edhe probleme me kërpudhat në skalpin e kokës nëse nuk thahen siç duhet. Gjithashtu mund të kërkojë më shumë kohë, veçanërisht nëse duhet t'i thani flokët me tharë së flokësh. Nëse përdorni ujë të nxehtë, ai mund të paksojë yndyrnat e lëkurës suaj dhe ta lërë atë të thatë dhe të kruar. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.